Qëlloj me armë zjarri arestohet babai I kandidatit socialist për deputet. Babai I kandidatit socialist, Daniel Gjura, Esat Gjura, I cili qëlloj me armë zjarri në ajër mbrëmjen e djeshme në Peshkopi, është arestuar nga policia. Dyshohet se Gjura ka qëlluar me armë pasi kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, Xhelal Mziu dhe Xhemal Gjunkushi, së bashku me simpatizantët e Partisë Demokratike I kanë bllokuar makinën për dyshime për shitblerje votash. Gjura së bashku me një person tjetër u shpallën në kërkim nga policia, por pas disa orësh është vënë në pranga. Të tjera detaje nga përplasja mes grupeve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në Dibër, ku raportua se një automjet është ndaluar nga simpatizantët e Partisë Demokratike me pretendimin se nga personat e pranishëm në të po kryej krim zgjedhor. Policia e Dibrës ka reaguar në lidhje me ngjarjen, ndërsa ka bërë me dije se kandidati I Partisë Demokratike Xhemal Gjunkushi ka telefonuar uniformat blu si dhe ka denoncuar se një person që ndaluan ka qelluar me armë zjarri në ajër teksa është larguar. Sa kaq në njoftimin e policisë bëhet me dije se nën drejtimin e SPAK dhe të prokurorisë vjojnë hetimet për të zbardhur rastin në fjalë, njoftimi I policisë. Rreth orës 20:25, shtetasi XG, kandidat për deputet I subjektit politik Partia Demokratike, ka telefonuar në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Dibër, I cili pretendonte se në fshatin Pilaf, njësia administrative Tomin, ka ndaluar një shtetas që dyshoi se shpërndante para në këmbim të votave. Gjithashtu shtetasi XG paraprakisht ka pretenduar se një person, teksa është larguar, ka qelluar me armë zjarri në ajër. Menjëherë është ngritur grupi hetimor I drejtorisë vendore të policisë Dibër dhe nën drejtimin e SPAK dhe të prokurorisë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër po kryejnë hetimet për zbardhjen e rastit.